Kur dëgjua dhe besua në Adrianopol, vdekja e Tiranit, e shkaktoi ndjenjat dhe ndritje të ndryshme, të parë të qytetit, të cilëve u që vështirur kur as sondimi, as fati Muratit, pikëlluan fort nga i lajm, i mbajtën zi plakut për një kohë të gjatë, aq për shkak të dëmit të përbashkët. Aq se e dini që ndërhimi i mbretërave do të ishte pa dëme të shumta për qytetarët. Megjithatë, ata që kishin një natyrë shumë të zjarrt dhe lakmonjës për gjëra të reja, nuk provuan asnjë dhimbje, por morën edhe më tepër zemër dhe u mbushën me shpresë. Aq që e kishin kërkuar me kohë dhe me lutje të pambaruara skeptrin e Mehmetit, i egër nga karakteri dhe i ri. Vegjelia e pangopur prej vetë natyrës së saj për ngjarje dhe ndryshime. Dëgjoi me gëzim shumë të madh lajmet, ndërsa aniçerët të cilët quhen bi të prijesit, lëshuan të armatosur nëpër qytet, me që e gëzojnë këtë lejë, apo më mirë këtë zagon të zvetëruar në kohë varrimi të mbretërve. Dhe u rëmbyen, pa u ndalur kush dorën shumë nga të mira qytetarëve, dhe mos të krishterëve dhe judejve, emrat e të cilëve janë të urryer për turqin. Përveç kësaj, ishin grumbulluar atje dhe po grumbulloheshin çdo ditë njerëz nga të katër anët e dheut, për të parë të ngjarje të pazakonta dhe sundimtarin e ri. Kështu Mehmeti që po kthehej së bashku me ushtrin, doli përpara për të pritur një mizeri pothuajse pabesueshme njerëzish, për të parë nga të gjithë janiçarët që thanë. Këta, pasi kërkuan sipas zakonit falje për krimet dhe plaçkitit që bën në qytet, dhe pasi e patën atë falje prej tij në aq lehtësi sa edhe kërkuan, e shpun pastaj në pallat, ndërsa Vegjelia po e priste brenda mureve, me gëzim të madh dhe me duar takiti të shumta. Atje, i thirrur nga të gjithë përgjithësi suprem, dhe i stolisur me diademën e skeptrin dhe me të gjithë veshjet e tjera. Mbretërori u vu në front të tetit, në mes të lutjeve dhe të kushtimeve të shumta të popullit. Njëkohësisht, ati u dorëzua arka dhe thesari i shtetit, purpuratët dhe gjithë me bojarini premtuan bindjen e vet, duke u betuar. Kudo në përgjith lagjet e qytetit u shpërnda ardh dhe argjend, dhe ushtarëve u nda një sasi e madhe të hollash. Kështu zakoni i lashtë dhe mashtështia e kremtimit, kur bëhej dikush mbret, lidhur me Mehmetin, pjesërisht u ruajtën, pjesërisht jo. Me të vërtetë sovranët e turqeve e kishin zakon para çdo gjëje tjetër të mbanin të bijat. Sapo kalonin moshën e pubertetit, larg tyre dhe jashtë Europës, në vend të largët të Azis, për arsye ndoshta që të mos u ngrihnin posi prindërve, ka pasioni për të mbretëruar. Pasioni që zorse lë pa prekur ndonjë moshë apo person. Po kur mbreti është duke vdekur, po besohet se është afër vdekjes. Satrapët dhe të tjerat që kanë një autoritet të madh në popull, dhe që interesohen më tepër për pushtetin dhe për punën shtetërore, u dërgojnë kush njërit kush tjetrit, sipas simpatisë që ushqejnë, për filizat mbretërore, lajmëtar dhe letra, duke i njoftuar për të gjithë me radhë, dhe duke i nxitur të vinë me të shpejt për të marrë skeptrin, sa s'ka rënë ende për lek. Për të njëjtën kohë, purpuratët, duke përpjekur secili që t'i sigurojë pushtetin atij, nga fëmijët mbretëror, do më tepër bëjnë shmos nëpërmjet tyre, t'ia kapin shoqit psheurazi dhe me drejti letrat dhe lajmëtarët me qëllim që të mos i dalin të tjerët përpara nga shpejtësia. Por Mehmeti s'mundi ndodhte asgjë nga këto, sepse s'kishte pranë vëllezër të tjerë, të aftë për të marrë frenat e mbretërisë, dhe sepse nuk vinte si ndonjë person një zyrtar nga Azia, por po kthehej me fuqira të mëdha, patrulli armik, ku ishte shpallur si shtam mbret, që më parë me pëlqimin dhe aprovimin e plotë të gjithë ushtrisë. Prandaj e shtiu në dorë pushtetin pa ndonjë turbullirë dhe rrezik, me qetësinë më të madhe, dhe gëzimi i popullit për këtë spushoi për shumë ditë. Tani më bashkë me pikëllimin për prijesin që humbi para pak kohe, i shpëtuar edhe kujtimi për turpërimin dhe fatkeqësinë e piliotit, që sapo patën pësuar. Ishin haruar kërditë e freskëta. E ku fomat e shokëve që po avullonin akoma dhe përpara saj pamje madhështore të pazakon, zorse mund ush mbeturin e ushtrisë. Të shpartalluar as u shkoi në mendje të shmendur nga gëzimi, se çfarë burras, se çfarë ushtrie, patëm dërguar në Arpiri dhe çfarë po prisnin.